është një vorbull që ti hy dhe është vështirë të dalësh, sepse thash universiteti im i parë politik ka qenë Fatos Nano. Realisht e di përnder Fatos Nanos. Sepse Fatos Nano ishte një profesor i politikës që ta mëson politikën si nodin, dhe ndet dhe ti i detyruar të dalësh në breg. Kjo ishte gjëja, dhe sigurisht që në futja ime në PS i dedikohet Fatos Nanos. Pra, a ime në asocioj në PS, në kulturën e PS-s, me kulturën e demokracisë brendshme, me idenë e tolerancës, ishin të Fatos. Shumë njerëz thonë kishte nga dëmë vlleku, nuk ka rëndësi, por në fund pasoja ishte pozitive. Dhe kjo ishte pak a shumë ajo historie që ti futesh në një vorbull, pastaj vjen Rama, pastaj fillon debati, pastaj fillon ajo ideja për të kontribuar, ulesh dhe shkruan, mendon, hedh ca ide, si do bëhet më mirë kjo gjë. Kjo është politika në fakt. Dhe ti krejt papritur kur je përpara faktit që të gjitha ato shumëzohen në zero, atë çfarë do bësh? Domethënë, okay, gjithmonë mbetesh profesionist, patjetër që po. Po nuk është gjithmonë e thjeshtë kjo gjë. Thuash, po mirë, pse nuk bën kaq vite që i vras mendjen për këtë gjë. Si është mundur që shumëzohen në zero krejt papritur? E njeriu kërkon bashkëpunim, kërkon partner të tjerë, kërkon sigurisht brenda një morali. Sigurisht një marrëdhënie e prishur e tensionuar me Fatos Nano në vitin 2003, 2004 në çojnë në krijimin e Rusisë. Por ato ishin socialistë, dhe janë socialistë. Partija Socialiste kishte vota në total, por nuk arriti të menaxhonte këto vota në territor. Kjo ishte një gjë që edhe kuptohet në formulën elektorale që ishte shumë e komplikuar asaj kohe. Tash është thjesht, pas asaj kohe ishte e komplikuar. Kjo ka qenë pak a shumë edhe ndarja, derisa një ditë të bukur ishte thirrur një mbledhje e asamblesë së Partisë Socialiste, ku unë isha antar i zgjedhur, dhe nuk u thirra në mbledhje. Kjo ka qenë ndarja, domethënë jo e imja, e atyre me mua, edhe kaq, kam thjesht pas punën time, kisha një ngarkesë më shumë se saq. Unë nuk e brakisa person, PS-ja nuk kishte më nevojë për mua, kaq thjesht nuk më njoftuan, ikun mbaroi, ndodh më vë. Asnjë ditë të jetës time nuk e kisha menduar që do brakisja PS.